Çfarë nëse zoti Kurti e propozon u ofron juve PDK-s ta keni president? Çfarë do ndodh? Hipotetikisht po flasim. Unë mendoj që është me rëndësi ta sqarojmë këto për opinionin publik, se po flitet për gjithçka. Po flitet që ka një ofertë që nuk është folur. Nuk ka. Jo, s'ka. S'ka ofertë. Deri me tash, 2 takimet që ka pas zoti Hamza, nuk ka pas ndonjë bisedë të natyrës që zoti Kurti dhe zoti Hamza kanë folë për emra. S'ka pas. Dhe të është përmend familja Jashari, dhe ne kemi qenë gatshëm si PDK që ta votojmë gjithë deputet pa preshtim, dhe kishim qenë shumë të nderuar. Është përmend si propozim nga ana e zotit Kurti Andin Hoti, që ka qenë një deputet i nderuar i Jonit të kaluarën dhe një antar i PDK-s. Qëndrimi jonë ka qenë i prerë që kjo nuk ndodh, dhe unë mendoj që këta emra janë përmend në komunikimet në mes të zotit Hamza dhe zotit Kurti. Asnjë emër tjetër deri më tash nuk është përmend. Dhe me thënë drejtën, na jem si vend në një fazë komplet tjetër ku pyetja serioze për neve është ky vend 2026 a ka kulturë politike, s'ka kulturë politike. Se këto pyetje që ju shtroni mu më nxjerrin këtë konkluz, se nëse partitë politike s'din me bashkëpunu, nëse partitë politike nuk gjejnë forcë për dialog, nuk ka vullnet për kompromis, nuk dojnë marrëveshje, shtrohet pyetja, a kem ndonjë shtrat në atë kulturës politike, a kem ndonjë temel, apo çfarë po ndodh në këtë vend. Prandaj edhe vullneti jon politik si partia e cila i beson dialogu dhe bashkëpunimin ndërpartijak, ka qenë që të takohemi. Por në mënyrën se si zoti Kurti